ku njëra nga abuzueset vjen me nënën tashmë viktimë të dhunës së saj, janë të pyetje shumë të forta, sepse nëna ka përcjell faktin që fëmia e saj, kthehej shkaku pra i grindjeve në familje ishin kthehej vonë, kthehej në orët e para të mëngjesit në familje, paramendoni një vajzë adoleshente 15 vjeçare, deri në orët e mëngjesit jashtë shtëpisë. Dhe kjo ka çuar në një konflikt me nënën e saj dhe ka përfunduar në polici. Nëse nëna nuk do të kishte marrë kurajon që ta merrte vajzën e vet, ta shoqëronte, ta çonte në drejtorinë e policisë, të kërkonte mbrojtje nga fëmia i vet për cilë kriminale që po e përsëriste, do të kishim sërish një zvarritje dhe ridalja e kësaj videoji është po aq kriminale sa veprimi i vajzave. E cila është postuar në rrjetet sociale? Në rrjetet sociale është shumë kriminale. Të dënueseve. Që në momentin që vajza 17 vjeçare ka reflektuar dhe ka denoncuar me nënën e saj dhunën dhe regjistrimin e kësaj dhune, është policia ajo që duhet kishte bërë sekuestrimin e këtyre telefonave dhe ti kishte implementuar këtyre vajzave adoleshente përgjegjësinë ligjore në rastin e publikimit të videos.